Duke e shpalos, duke shpërfaq kujdesin që ka dhe ka pas feja jonë për këto kategori të njerëzve, të cilët Allahu subhanahu wa ta'ala i ka sprovu me ndonjë karakteristik, cilësi, me ndonjë problem ose ndonjë nevojë të veçantë, për shka lusim Allahu subhanahu wa ta'ala që të ju ndihmoj jetën tua lehtësoj atyre, familjeve të tyre dhe gjithë atyre cilët përkujdesen për këtë kategori të njerëzve. Është fjala për personat me aftësi të veçanta ose të kufizuara. Subhanallah. Thje jonë të dashur vëllezër, ka kushtu një kujdes të veçantë. Dhe këtë do ta marrim ose do ta kuptojmë më mirë përmes disa pikave. Në Allahu ndëroi njeriu në gjenezën e krijimit të tij. Si njeri. Wa laqad karramna bani Adam. Ne kemi ndëruar njeriu. E këtu hyn të gjithë. Edhe ata persona që vuajnë ndoshta nga ndonjë smundje dhe problem. Edhe ata kanë këtë nder që ka njeriu në përgjithësi. Dhe votja tyre ose ndonjë emet që ata kanë nuk ja zvoglon vlerën e tyre të Allahu subhanahu wa ta'ala, por nuk duhet u zvogloj as në mesin tonë. Andaj, edhe ata sikurse të gjitha krijesat tjera prej llojit të njeriut janë të ndëruara. Kështu po thotë Allahu subhanahu wa ta'ala. Laqad karramna bani Adam. E kemi ndëru me shumë çka njeriu, nuk është këtë tema jonë tash. Por e para gjë është se të gjithë njerëzit janë të ndeshëm të Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe të dashur vëllezër besimtar, i mirë të Allahu njeriu bëhet me vepra, me vlera, me punë, jo me pamje, jo me muskuj, jo me gjymtyr. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Kështu Allah pja hap rrugën të gjithëve. Më i miri të Zotit është ai që është më i devotshëm. Të gjithëve Zoti thotë punoni, faluni, agjeroni, bëhuni të mirë, se kështu afroni të Zoti, jo për shkak të racës, jo për shkak të nacionalitetit, jo për shkak të ngjyrës, jo për shkak të dukjes dhe të pamjes, jo për shkak të trupit ndoshta dhe flokëve, nuk kanë këto vlerë të Allahu subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum inda Allahi atqakum, andaj të gjithë të Zoti kanë mundësi me qenë, janë të barabartë, por të gjithë kanë mundësi me garu, të gjithë kanë mundësi me fitu, dhe Allahu nuk i ka penalizu asnjët prej kategorive të njerëzve. Dhe kjo është më rëndësi dashur vëllezër besimtar. Tretë dashur vëllezër besimtar, prej gjërave që tregojnë se Islami ka herë e ka ngrit, i ka kushtu kujdes të veçantë kësaj kategorie të njerëzve, të cilat vuajnë me disa prej gjërave ndoshta në aspektin në trupin e tyre. Allahu ka bërë thirrje që ata të futen në shoqëri, që ata të jenë pjesë e shoqërisë, që ata të mos largohen prej aktiviteteve shoqërore, që atyre të mos ju kthehet shpina, që atyre të mos ju mbyllet dera, moti.
Moti dashur që 1400 sa vite në kohën e profetit alayhi salatu wasalam ka qenë një prej sahabive të nderuar dashur besimtar me emrin Abdullah ibn Maktum, ka qenë i verbër dhe një herë shkoi te profeti alayhi salatu wasalam dhe po don diçka më konsultu ose po don diçka më pyet profetin alayhi salatu wasalam. Në këtë moment rastisi që bashkë me to erdhën një delegacion i rëndësishëm i Kurejshve ose i Arabëve, e atyre profeti alayhi salatu wasalam sikur ju dha përparësi nga se shpresonte që ndoshta ballafaqimi ose shpjegimi që të ja bëj atyre është më i hajrshëm dhe ka më shumë debi, dhe sikur ja kthej shpinën këtij personi të verbër, Allahu subhanahu wa taala zbriti ajete prej qiellit dhe çortoi të dashurin e tij, abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yatadhakkara fayanfa'u adh-dhikra. Tha subhanallah, tha e uli umral dhe ja kthej shpinën kur i erdh ai personi i verbër. Kështu thot Allahu në Kur'an, lexon në këtë sure, surat Abasa, në ajet në gjuzin e fundit të Kur'anit, në pjesën e fundit, Allahu ka regjistruar këtë çortim që ja bëri profeti alayhis salam për shkak të jo trajtimit të mirë që e bëri ndaj atij personi me aftësi të kufizuara, i cili ishte i verbër, e profeti sikur ja kthej shpinën, Allahu thot abasa wa tawalla, umral, e uli shikimin dhe ja kthej shpinën. Anjahu al-a'ma, kur erdhi një person i verbër, wa ma yudrike, ndoshta tha, la'allahu yazakka, ndoshta ai po dëshiron me u pastru. Pra ky person që ti po ja kthen shpinën, ky person që ti nuk po e format, ose nuk po e ofron, ose me to nuk po komunikon, ndoshta ky dëshiron me u pastru, ndoshta ky don ndonjë këshill, ndoshta ky është më i mirë se ata që janë të shëndosh. Ka herë Allah ose që li ka dhonë përparësi, ose i ka dhonë vendin dhe ka kërku prej profetit dhe shokëve ti që mos me diferencu, mos me i largu personat pse ata kanë ndonjë temet fizike në trupin e tyre. Pastaj ky person të dashur të besimtar është bën njëri prej muezinave ose dy muezinave që ka pas profeti alayhi salatu wasalam. Madje disa herë kur profeti alayhi salatu wasalam ka lënë Medinën, ka shku qoftë në luftë ose ndonjë vizitë jashtë Medinës, e ka lënë si udhëheqës ose si imam në xhaminë e tij, e ka lënë pikërisht të sahabit të nderuar, i cili ishte i verbër. Po është dashur të kemi ajete të tjera që Allahu azza wa jall i çorton disa prej sahabëve ose i këshillon më mirë me thonë, duke thonë, nuk ka gjatë keqe, lejse alel a'ma haraj, wala alel a'raj haraj, wala alel merid haraj. Nuk ka gjatë keqe që i verberi dhe nuk ka gjatë keqe që ai që shkëpon, që ka problem në këmbën e tij, dhe nuk ka gjatë keqe që ai cili ka ndonjë sëmundje tjetër të ulet mesin tuaj. Kështu pi thot Allahu, moti njerëzimit, moti sahabe para 1400 vite. Pra mos u ngushtoni, ka thonë dietarët, sikur janë ngushtu sahabët e dashur të besimtar, që në mesin e tyre, që në sofrën me tyre, sofrët së bashku me ta, të ulen ndonjë person i verbër, jo pse ka ndasht ose e ndi keq dhe ka ndasht me nënçmu, jo, mirë po, e ndi keq se ky person i verbër nuk ka mundësi me pa me hangër, e nashta na ja morëm hisën atij. Kështu ata kanë mendu dhe nuk jenë ul bashkarisht në një sofër. Allahu i çortoi ose i këshilloi, tha nuk ka gjatë keqe, edhe ai që shë, edhe ai që është smut, edhe ai që shkëpon me mesin tuaj, me konë mesin e shoqërisë, edhe ai me hongër me ju, edhe ai me pi me ju, edhe ai me punu me ju. Pra mos me ndi veten që ai ka ndonjë diçka që e pengon me qenë mesin e shoqërisë. Këto janë ajete dashur të besimtar që Allah subhanahu wa taala i ka zbrit motin dhe i ka regjistruar në Kur'an. Po është dashur të besimtar, Islami ka trajtuar në mënyrë të barabartë të gjithë besimtarët, pavarësisht se a kanë ndonjë të lashe apo kanë ndonjë temet. Innamal mu'minuna ikhwa, thot profeti alayhi salatu wasalam. Vërtet thot Allahu në Kur'an, besimtarët janë vëllezër. Kurse profeti alayhi salatu wasalam
Thot el mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan, besimtari për besimtarin është sikurse një muri cilin e mban njëri tjetrin. Është një muri të cilin e mban njëri tjetrin, sikurse ata gurët në muret e dashur vëllezër besimtar, në veçanti në muret e mahershme që kanë qenë, që janë muratos me gur, jo të gjithë gurët e kanë pas formën e duhur, mirë po se cilit guri e kanë gjetë vendin e vetë. Ndoshta një guri shumë i vogël, po ka orë momenti që e ka plotësu murin, dhe e ka mbajt dhe e ka ngrit murin, andaj se cili ka rënë në shoqëri. Kështu po thot profeti alayhi salatu wasalam, besimtari për besimtarin është sikur se muri që e mban njëri tjetrin, e forcon njëri tjetrin, ai ka nevojë për ty, ti ndoshta ke nevojë për to. Secili ndihmon tjetrin, secili e përkrah tjetrin, pra secili mban në tjetrin. Në hadithin e të dashur vëllezër besimtarë, thot profeti alayhi salatu wasalam, besimtarët janë sikurse një trup, dhe kur një pjesë e trupit ka ndonjë telash, ka ndonjë problem, krejt trupi nuk bëhet rahat. Andaj në shoqëri, në familje, kur kemi persona të tillë, të gjithë duhet ta ndijmë përgjegjësinë ndaj tyre dashur vëllezër besimtarë. Të gjithë duhet ta japim kontributin tonë që t'i ndihmojmë edhe asaj kategorie, edhe të socializohen, edhe të shoqërohen, edhe të shkollohen, por edhe të punojnë sipas takatit dhe mundësive që i kanë. Andaj jam për të përshëndetur shumë ato iniciativa, në veçanti tash një iniciativë jashtëzakonisht e madhe që është marrë për ndërtimin e një qendre jashtëzakonisht të rëndësishme dhe shumë ndoshta e rrallë, nuk di që ka këtu në Ballkan një qendre të tillë për trajtimin, shkollimin, por edhe ndihmimin e kësaj kategorie të njerëzve, cilës i ka pri dhe pëjprin hoxha i nderuar Halil Kastrati, Allahu shëbrift. Po është dashur vëllezër besimtar për pikave se mënyra për të pasur si Allahu azza wa jall ose Islami ka kushtuar një kujdes të veçantë kësaj kategorie të njerëzve është edhe shpërblimi i madh që ka garantuar profeti alayhi salatu wasalam ose ka premtuar profeti alayhi salatu wasalam për ata persona të cilët Allahu azza wa jall i ka sprovuar me një sprovë të tillë, e Allahu sigurisht se do t'ja kompenzoj ditën e gjykimit të lashën, hikat, sprovën që e kanë pas nëse ata bojnë sabër, nëse ata i mbështeten Allahu subhanahu wa taala, ata dhe familjet e tyre. Ishte në kohën e profetit alayhi salatu wasalam një grua sëmur dashur e cila vonte nga një sëmundje e rëndë, dhe një herë i tha profetit alayhi salatu wasalam, tha ja Rasulullah, apo e lut Allahun azza wa jall me mëshiru, sepse sëmundja ma ka rëndu, jetën ma ka rëndu, jetë e vështirë, me këtë sëmundje të rënë. I tha profeti alayhi salatu wasalam, nëse don tha unë për lusë Allahun azza wa jall dhe ai ka me të shëru, por nëse don me bë sabër e kish shpërbim xhenetin. Atëra e grua e bekuar, ajo sahabike nderuar tha po bëj sabër. Po të dashur vëllezër besimtar, të gjithë ata që janë sfruar me sëmundje të tilla ose të ngjashme, të cilat u vështërsojnë jetën e tyre, u vështërsojnë shkollimin, punën dhe jetën në përgjithësi, le të shpresojnë shpërblim të Allahut subhanahu wa taala. Le të mundohen, le të shkollohen, le të mundohen me gjithë të punë, por kur mos e humbin imitin të Allahut subhanahu wa taala dhe shpërblimin e madh që Allah subhanahu wa taala ka garantuar. Gjithashtu vëllezër besimtar, thot profeti alayhi salatu wasalam, atij personi që Allahu ja merr shiqimin të dy syt, atij personi që Allahu ja merr shiqimin, pra të pamërit nuk shem me asnjërin sy, ati do t'ja kompenzoj me xhenetin e gjykimit. Para se me shkuat e dashur vëllezër besimtar, ne si shoqëri duhet të vërtësohemi edhe më tepër për këtë kategori të njerëzve. Duhet më tepër të punojmë që të krijojmë kushte, spari për shkollim, pastaj edhe për punësim, por edhe pjesëmarrje në tyre në aktivitetet sociale dhe shoqërore, me pas hapësirë edhe në xhami, edhe në shkollë, edhe në punë, edhe gjithkund janë pjesë e jona të nderuar vëllezër besimtar. E mbi të gjitha dhe asnjëherë mos më shiqu me shikim të nënçmimit dhe për uljes. Atë ndalon Islami dashur vëllezër në mënyrë të rreptë dhe ka tërheq veten Allahun Kur'an dhe profeti alayhi salatu wasalam në shumë hadithe që të mos nënçmohen, që të mos përshmohen, që të mos e këshyren me ndonjë shikim jo të mirë. Andaj le të punojmë më tepër, qoftë si individ, si familje, si shoqëri, por edhe si shtet, që edhe ajo kategori e njerëzve të jenë pjesë aktive e shoqërisë
edhe në shkollë, edhe në punë, dhe të mos e ndihin për asnjë moment se ata nuk janë pjesë e shoqërisë. Allahu u lehtësoft atyre familjeve të cilët përkujdesen për ta, ya Rabbel Alamin. Allahu na mundsoft edhe neve dhe na bëj shërbitor të tyre, ya Rabbel Alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.